10 sekunda dhe në gjë. Është atë kështu. Okej. Me veçajdi edhe. Adhurus të basketbollit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa, Amerikë, mirë se erdhët në duelin Vllazimi Bora, direkt nga Shani Nushin Gjakov, ku sonte me ju jam Ona Gonfemiu. Fillimisht të gjithë besimtarve të fesë islame i urojmë Fitër Bajramin, urime Fitër Bajramin, shpresoj që Zotit ua pranon agjërimin gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, pra edhe njëherë të gjithë kudo qeni urime Fitër Bajramin. Pas plot 29 viteve, e dini që qyteti Gjakovës përsëri ju gëzua një trofeu të basketbollit dhe çfarë trofeu se ishte ky trofeu ku Vllazimi u shpall kampioni i ligës unike, ligës e cila e ka bashku sportin mbarkombëtar shqiptar. Ka qenë viti 1996, kur Vllazimi fitoi Kupën e Kosovës dhe nga atëherë asnjëherë nuk preku madje as finalen e ndonjë gare, por të entën mbrëma në kryeqytetin e Kosovës kundër skuadrës më të trofeshme kosovare të gjitha kohëve si gal Prishtinës, ku Qezint luftuan si luaj dhe bën qytetin e vet krenar me trofeun e parë pas gati 3 dekadave dhe të parin pas luftës. Shpresojmë që sonte kjo palestër do të stërmbushet. Atmosfera në Gjakov duhet thënë që pas asaj ndeshje ka qenë festive, i tërë qyteti ka vazhdu të feston trofeun i cili ka mungu Gjakovës për gati 3 dekada deri në mëngjes, ndërsa sonte po shohim që palestra nuk është fort e mbushur dhe kjo është ndoshta një kritikë e vogël për tifozët dhe qytetarët e Gjakovës, të cilët sot me dojmos do të ishin dashur të jenë këtu në palestër për të festuar me kuqezint, me djelmoshat e tyre të cilët me të vërtetë të mbrëma luftuan si luaj dhe e guzuan qytetin. Ariana Zemi, i cili u shpall edhe MVP, zhvilloi ndeshjen e jetës së tij duke realizuar 24 pikë, 6 kërcime dhe 3 asistime, por pa asnjë dyshim meritat më të mëdha për përmbysjen e disavantazhit prej 10 pikëve në fund të ndeshjes i pati Don Polloshka fantastik, duke shënuar ato 2 treshe edhe gjuajtjet e lira, pa huq asgjë dhe me këto 8 pikë me kërcime asistime në çastet vendimtare e udhëhoqi skuadrën e tij drejt serisë prej 14-2, e cila madje e kaloi Vllaznimin e përsi, por në fund skuadrat barazuan, ndeshja shkoi në vazhdim ku kuqezint e dëshën shumë a shumë fitoren dhe përkundër faktit se mbetën pa 2 armët kryesore, Alon Helms dhe qendrën Gjitobo luftuan me mishe me shpirt dhe në vazhdim kësaj radhe u dallon 2 vendor tjerë, kapiteni Ati Koshi dhe Arbër Sinani, e gjithashtu edhe Alo qendra Anton Walker me atreshën e tij të madhe dhe vendimtare. Pra shikuar në përgjithësi komplet skuadra luftoi dhe për këtë meritat më të mëdha, pa dyshim se i ka dhe trajneri Sharin, i cili në mënyrë maestrale udhëhoqi kuqezin drejt trofeut aq shumë të pritur dhe kështu e kurorëzoi renesansën e basketbollit gjakovar me trofe. Prej se erdhi në Gjakov, Sharini ka ndryshuar filozofinë dhe mentalitetin e skuadrës dhe i bëri të besojnë se kuqezin mund të fitojnë trofe dhe këtë e bëri pikërisht kundër ish skuadrës së tij Prishtinës, me cilin në vitin 2017 Sharini kishte fituar dupletën, titullin dhe kupën. Festa e kuqezimit e të mbrëma në Gjakov zgjati deri në mëngjes me qytetarët e tifozët e tubuar, kurse gjithë këto dhe detajet nga ky rukëtim do t'i dëgjoni edhe nesër mbrëma në asist nga ora 19:30, kur në emision mysafir do të jeni Del Bakia, kryetari, njeriu ndër më të merituarit për këto suksese Vllazimit, që erdhi qetë dhe me urtësi, me shumë pak fjale, shumë punë, krijoi një mentalitet fitues dhe zotni lëk të skuadrës kuqezi, e cila si vjet fitoi zemrat dhe simpatitë e tërë Kosovës. Gjithashtu, mysafir do të jetë kapiteni Ati Koshi, i mrekullueshmi Don Polloshka, si edhe ndihmës trajneri Kumnova, i cili ishte lojtar kur kuqezin fituan për herë të fundit trofeun. Dhe ja tani kemi edhe mirënjohje dhe prezantimi antarëve të bordit, pa cilët ky sukses nuk do të ishte i mundur. Ekzon Doli, Fati Deva, Ndriqim Koshi, Enis Morina, Fadil Gjoshi, Ardit Bakalli,
Bledar Kusari, Nertil Zeka, Jeton Bakalli dhe Ideal Bakia. Djaloshi i cili me të vërtet punon shumë, por nuk ka shumë qef të fotografohet. Është modest, puna e tij me të vërtet flet shumë më shumë. Natyrisht fillimisht do të prezantohet skuadra vendase. Kapiteni Dion Gjosaj, 12, 1 Dren Kastrati, 2 Alex Lomax, 4 Desmond Cambridge, 6 Musab Mala, numër 7 Rezart Mehmedi, numër 9 Genzo Qiri, 10 Besnik Azemi, 20 Derek Woods, 22 Adem Mekic, 31 Henrik Shirko, 37 Jetmir Zeqiri, trajneri Danilo Rakočević dhe Nimsiti Lorik Klokoqi. Dhe tani kemi edhe prezentimin e skuadrës me numër 0 Antoine Walker. Numër 1 Arjan Azemi. Numër 3 Trey Anderson, i cili sonte është i lënduar, pra nuk mund të vrapoj dhe është lënduar me atë rastin e përplasjes me Donte Clarkun. Ka 5 Phoenix Bakalli, 6 Eden Cinku në Jericho Helms, 5 Mbodjet Arbër Sinani, 33 Jason Gjitobo, numër 44 Don Poloshka. Dhe tani në fush ftohen kapiteni Atikoshi dhe trajneri Jeronimo Sharin. Kapiteni Atikoshi dhe Jeronimo Sharin së bashku e sjellin edhe trofeun e Kupës së Ligës Unike. Fjalët s'ka nevoj për koment. Dhe djaloshi i cili bëri buj me atë fotografin dhe gëzimin e tij, driti i vogël pas fitores, është gëzimi i skuadrës. Tash të ndëgjojmë dhe intonimin e hymnit të Kosovës. E pam edhe një festë të vogël, por kohë shumë
për fest nuk ka, sepse jeta vazhdon dhe të është vllaznimin e presin sfidat e reja të Superligës dhe betejat për vendin e 4 dhe pozitën më të favorshme startuese në play-off, kurse pengesa e parë në këtë drejtim është skuadra e papërshtatshme e Borës, e cila përkundër faktit se është në play-out nuk ka ardhur për të dorëzuar, por do të luan maksimalisht, aq më tepër që në përballje direkte Bora është më e mirë se vllaznimi, sepse në 3 duelet e deri tashme ka 2 fitore dhe vllaznimi 1. Duhet teksuar se secila skuadër ka fituar në terenin e vet. Bora arriti fitoren e parë historike si klub në Superligë, pikërisht me 12 tetor kundër vllaznimit në Prishtinë në 1 tetori me rezultat 86 me 61, duke i falenderuar Rezart Mehmetit me 15 pikë dhe double-doublit Alex Lomaksit me 15 pikë e 16 kërcime, kurse Jetmir Zeqiri në atë duel ishte shumë afër shifrave magjike triple-double, pasi ndeshin e mbylli me 12 pikë, 11 kërcime, 8 asistime. Ndeshin e dytë mes këtyre dy skuadrave me 15 tetor në Pokte Palestër e fitoi vllaznimin duke mposhtë Borën me rezultat 89-79, përkundër faktit se pati edhe 24 pikë përsi në pjesën e parë. Në fund, pra, Bora përmes një serie fenomenale për 22 minuta u afrua në rezultat, megjithatë në fund vllaznimi triumfoi, duke i falenderuar Hellemsit me 17 pikë, Andersonit me 16, ndërsa Gjitobo në atë ndeshje giganti ishte pranë double-doublit shumë të rrallë, në triple-doublit, më falni, shumë të rrallë në Kosovë, vetëm një herë ka ndodhur për ata që e përcjellin basketbolin. Xhaxha Richards fenomenal, pa të realizuar triple-double të pikëve, kërcimeve dhe blokadave. Gjitobo pati në ndeshje kundër Borës 14 pikë, 10 kërcime, 7 blokada, ndërsa te Bora më i miri ka qenë edhe njëherë Jetmir Zeqiri me double-double, 13 pikë, 13 kërcime. Edhe duelin e fundit, ja po e shihni edhe peshët startuese, Azemi, Hellems, Koshi, Gjitobo dhe Poloshka të vllaznimi, e në anën tjetër do të jenë Mala, Mehmeti, Woods, Mekiqi edhe Zeqiri, pesja me cilën do të startoj trajneri Rakočević. Si thash, me 26 janar në Prishtinë, Bora fitoi me rezultat 85-72 dhe atë duke i falenderuar Henrik Shirkos, kroatit, i cili tash 5 vite luan në Kosovë dhe fitoi shumë trofe, fitoi me PEN atë kupën në edicionin pandemik 2020 me Adis Beqiragishin, pastaj fitoi me Yllën, dhe sonte do të kemi përballjen e 2 shqipenkasve, Henrik Shirko i Borës, veterani tashmë i basketbollit kosovar, në anën tjetër Jeronimo Sharin, bashkëqytetarët Jeronimo Sharin, i cili edhe ishte sebeb se Henrik Shirko erdhi në Kosovë te PEA, Sharin si një ish trajner edhe i PEA-s në Kosovë. Dhe sonte do të kemi përballjen direkte të tyre. Padyshim se duhet teksu edhe faktin që vllaznimi si vetë pati një start fantastik pranveror me 4 fitore, 2 humbje, por më pas Kuqezin Tiranitën 4 disuata rresht nga skuadrat e 4 SSM dhe historike, fillimisht duke psu nga Prishtina, pastaj PEA Bashkimi dhe së fundit nga Trepça, po e kam thënë shumë herë, këto 4 humbje gjakovarët ishin dëmtuar nga refera dhe fare letë ka mundur t'i fitojnë të 4 ndeshjet dhe tash do të ishin ndoshta edhe në pozitën e 2 të renditjes tabelore, por tash kanë rënë në pozitën e 6 me 12 fitore, 13 humbje, pasi Ylli fenomenal, i cili mbrëmrëzoi edhe skuadrën e 4-3 të 4 SSM dhe historike, dhe pas Trepçës Prishtinës e 5 mposhti edhe liderin Bashkimi dhe u ngrit në pozitën 4 me 13 fitore e 13 humbje, kurse PEA, e cila aktualisht ka 13 fitore, 12 humbje, është e 5 dhe pret sonte Prishtinën me fillim nga ora 20, ku edhe kjo klasike do të jetë shumë e rëndësishme, sepse PEA-nët po luftojnë për pozitën 4 që siguron avantazh të terenit vendor në çerek-finalet të play-offit. Pra ndeshja fillon me topin e parë për mysafirët e Borës. Mala për Woodsin, pick and roll i 2 fisht atje. Tentimi Musab Malës me të parën, playmakeri Mitrovicas, i cili luajti për shumë skuadra në Kosovë, me të parën ja bën sefte me treshe për 0-3. Pra ju rikujtoj edhe njëherë që Bora
është 2-1 ndaj vllazënimit në këtë edicion. Por me njëherë përgjigja vjen anën tjetër nga Jericho Helms. Helms i cili është lojtari kryesori i skuadrës së vllazënimit, koshashënuesi më i miri i skuadrës. Faul atje apo jo, gabim në hapa nga Helens, mbrojtje e mire i Jetmir Zeqirit. Megjithatë, Helens e pas ka shkelur vin, nuk është dyshe, por është treshe e ti, 2-3. Topi humbur. Azemi MVP finalës së Ligës Unike e luajti ndeshjen e karrierës. Tandemi Azemi Polloshka ishin fenomenal në atë rikthimin kur ishin minus 10 pikë ndaj Sigal Piru. Çfarë blokade nga Mekiqi atje, fenomenal. Woods, por Azemi ja vjedh topin kundër sulmi shpejt. Për mrekulli, unë dal atje, Kinsi do ta pasoj si prapa Polloshka, e mashtroi malën dhe nuk e çoi huq këtë asistim. Top i bukur i vjedhur nga Azemi. Pikët e para të Polloshkës, tandemi, thash Azemi Polloshka, i cili dirish mund të themi ishin ndërmëtëm. Opala, atje edhe një treshe nga Musab Mala, krejt qka gjujti, shkoj në rjet. Musab Mala 6 pik. Musabi vllazënimi në të 2 minutat e para 6-4. Bukur në thellësi, Polloshka për gjithë o bon asistim për barazim. 6-6. Ritëm i shpejt i lojës, gati 2 minuta gjysmë po kalojnë. Shumë pak ndalje, intensitet i nalt. Jericho Helms pranë Mekiqit, natyrisht. Opa, bukur për mrekulli, depërton, realizon Woods, e kthen e përsin 8-6 për Borën. Azemi për Polloshkën atje, për poca nuk ngatron gjithë o bodhe Polloshka. Doni përballë ka Musabin, bukur në opa. Nuk e pranon topin si duhet Azemi, Mekiq i kujdesshëm. E ka anash atje Rez Mehmetin, i cili vetëm sa pret atje topin për të bombarduar me treshe. Mekiqi e komplikon atje, Polloshka i vëmendshëm kundër sulmi shpejt për Helmsin. Nuk ja pason atje koshit, është vetjak Jericho Helms. Ka mundur me njëherë ta pasoj topin të Atiku, kapiteni i cili ishte i vetmuar në anën e majt. Ishte situat 2-1 për Kuqezin. Koshi për gjithë bon, Polloshka e pret Azemin, atje një slalom për të dalë për të kap topin. Helms, e gabim në pasim. Me 6 rezultati, Musab Mala 6 pikë të ti, 100% efikas nga loja, 2 treshe i tentoj, të dyja të vendi i dërgoj. Musab Mala, Rezat Mehmeti, kërkon hapsin për treshe, ati koshi me mbrojtje të mirë. Mekiq, përballë ka Polloshkën, luftojnë atje Mekiqi dhe Polloshka, mbrojtje mirë, Polloshka, ufa, është fauli Jericho Helmsit, po. Apo jo? Gjithë obos, ja referoj. Të personale, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Jetmir Zeqirin. Herën e parë e huq Jetmirin. Ka një efikasitet prej 64% nga via gjuajtjeve të lira. 9-6. Një qëlloj, një huqi. Topi vjedhur për mrekulli nga Musab Mala kundër sulmi shpejt. Bukur atje. Dhe
Ariana Zemi shkaktoi personale, Jetmir Zeqiri, bukur atje, Musabi e ktheu te Mekiqi, poshtë e preku në këmbë gjatë atij depërtimit të Jetmirit, shënimi pranohet dhe me këtë gjuajtje të lirë dhe 5 pikët, në fakt 4 pikët eksprese të Jetmir Zeqirit, Bora e 2 fishon e përsin, 2 fish më shumë pik, 12-6 Ariana Zemi, pati koridorin e lirë atje, opa! Ka dhimje Ariani, të shofim, ka shkelur në këmbën e Gjitobos. Kjo është edhe mshme. Shpresojnë që në mënyrën se si po shkel, po mduket që është jo edhe shumë serioze, të shofim nëse do të ketë edem atje, ufa. Kjo dhe. Po, mënyrën se si po hec, po mduket që do të ate i kaloj këtë Ariana Zemi. Natyrisht duhet të largohet nga loja për të treguar ndihma mjekësore. Arber Sinani, një prej heronjve tjerë, Jericho Helms i krijon vetës hapësin, Gjuan nuk shënon, Musa Mala më i larti në kërcim, gabon atje e godet topi në gjuhë gjatë driblimit, e humb këtë top Musabi. Topi i treti humbur i Musabit nga 5 topat e humbur të skuadrës së Borës në këtë fillim, në më pak se 5 minuta, shumë topa të humbur. Helms me Mualin, opa, shkoj atje Poloshka për treshe, ati Koshi me kërcim në sulm, unë dalë në mënyrë të palijuar nga Rezart Mehmedi. Do të trivonje për Poloshkën. Gjitobo me Woodsin, beteja 2 gjigantëve, përbirohet atje Gjitobo dhe ndërpren këtë agjerim të vllaznimit. Ati 2 minuta gjysmë pa pik, 18-12, Mekiq bukur, mirë po vetëm deri te Poloshka, kundër sulmi shpejti Poloshkës për Helmsin, anash e dërgon, Helms nuk e realizon, Mala më i larti në kërcim. Atje referi Besim Vitaku. Ja referon, e shikoj atje do Poloshka drejt në sy, po që besa dhe Besim Vitaku e shikoj drejt në sy dhe e referoj me të drejt faullin, sepse Don Poloshka e goditi Malën në dorë, ishte faull. Mala bukur e kthen te Rezart Mehmeti prej 9 metrave, tenton, nuk realizon, lart atje shkaputet Helms për Poloshkën. E ai edhe një herë pason të Gjitobo, i cili ndalet në mënyrë të palijuar Woods, shkakton personalin e parë. Folli ishte poshtë. Vazhdimisht në epërsi është Bora që nga fillimi, bukur atje e blokon Derek Woods Helmsin. Mbrojtje e mirë e Borës në start në këto 5 minuta e gjysmë. Gjitobo Gjitobo shkon për treshe tani, je vetës liri atje. Mala për pak sa nuk e kontrol. Çfarë aksioni, çfarë asistimi, fantastik nga Musa Mala në thellësi. Dhe Derek Woods e çmonton koshin atje brenda. Personale e Jetmir Zeqirit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Jason Gjitobon. Gjitobo, i cili po ashtu ishte në mesin e të merituarve, luajti mirë.
kundër Sigal Prishtinës në finalin e Unikës. Por ai së bashku me Hellemsin para kohe u larguan nga loja për shkak të 5 personaleve. Do të jetë ky edhe asistimi Don Polloshkës pas realizimit të gjuajtjes së lirë të parë të Gjitobos, i cili e shënon edhe të dytën. Me të vërtet Jason Gjitobo është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të vllazimit me 75% efikasitet. Henrik Shirko bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Rez Mehmeti atje. Thot Arbër Sinani, ja kapa topin, duhet të jetë topi disputueshëm. Referët mendojnë ndryshe. Personale, Rez Mehmeti ullet për të pushu. Në lojë për herë parë sonte Shirko. Edhe të vllazimi ndrim, Anton Walker. Hero i asaj ndeshje me atë 3 pikshin në çastet vendimtare, mbrojtje e mirë e Polloshkës aty. E mbyll deportimin e Mekiqit, i cili detyrohet ta nxjerr topin jashtë. Mirë, po çfarë detyrimi, çfarë asistimi dhe treshe e 3 është sonte për Musab Malën. 3-3, 100% efikas Mala, ngatrohet pak atje Arbër Sinani, lufton me Vucin e Huq, vjet me 17 e përsia më e lartë deri tash e mysafirve, pasaj treshe 9 nga 17 pikët e Borës i ka shënuar Musab Mala. Më shumë se gjysmën e pikëve. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. Natyrisht duhet i motivoj, kam festu, po më duket pak më tepër se sa që duhet lojtarët e vllazimit. Është edhe parës është një ndeshje shumë e rëndësishme në luftë për pozitën e 4, në cilën aktualisht pra është Golden Eagle Ylli pas 4 fitoreve rresht, atë fitoreve të mëdha kundër 4 së madhe, pasi e kishte mposhtur fillimisht Trepçën, pastaj pas Trepçës Prishtinë pa deklasu Golden Eagle Ylli pe javën e kaluar dhe mbrëm poshti edhe liderin bashkimit duke u ngrit në pozitën e 4 me 13 fitore, 13 humbje. Pe aktualisht ka 13 fitore, 12 humbje dhe është e 5-ta. Ajo sonte e pret Prishtinën me fillim nga ora 20 në Karagaq. Kjo ndeshje e rëndësishme për këndelin nga humbja e dhimbshme në finalin e Ligës Unike për Prishtinasit, por një herë është edhe për faktin se pas fitorës Trepçës dhe humbjes së Bashkimit, pra dy skuadra mund të barazohen në krye të tabelës para se ta pres në kryeqytet pikërisht Bashkimin. Me një fjalë, adhurues të basketbollit, punët në Pro Credit Super League janë bërë lugja atje me kërcim në sulm realizon për e përsin maksimale sonte Derek Woods, 19-10. E përsia më e lartë, edhe Haxhosa i bëhet gati për të inkuadruar në lojë, sa bukur e sheh atje Polloshka Walkerin, i cili gjuan Gjitobo është në vend. Tani vetë Polloshka tenton dhe me tabel realizon. Është kjo treshja e pare vllazimit sonte nga Don Polloshka, të gjithë tentuan, nuk realizuan. E në fund ishte Doni ai i cili qëlloj në tentimin e tij të dytë për 3 pikë, i 5 për vllazimin në përgjithësi. Mekić, mbrojtje e mire, mbyllën atje mbrojtjen. Zeqiri, sa bukur Woods nga ana e kundërt e tabelës. Gjitobo e pengoj, por Woods me të vërtet sonte i disponuar. Deri tash 6.4 kërcime, një asistim e një blokad nga Derek Woods. Opala! Ja teron atje Jason Gjitobos, i cili mendoj se puna mbaroj, por Woods ja teroj. Shirko me treshe nuk realizon. Kjo e bukur në do 2 minutat e fundit. Hellems pran Shirkos kërkon kontaktin e
afron rezultati në 15 me 19, një mini seri, treshja e Don Poloshkës dhe ky deportimi Hellemsit afron rezultati në 4. Zeqiri për Mekishin, din të qëllo, opa, skafaja dhe Mekishin, nuk u kuptuan atje me Woodsin, por është dashur që të pret edhe vendosjen e mirë, se ka disa lojtarë që reagojnë pak më ngadal. Çfarë blokade këtu e Woodsit, i jashtëzakonshëm, gjithë bo ullet për të pushu, sepse shumë kesh Woods parës ja ka teru. E disa minuta edhe për veteranin Besnik Azemin, i cili përgatitet për të inkuadruar në lojtë, tentim atje dhe realizon kësaj radhe Walker, afron rezultatin në 17 me 19. Një mini seri në këto 75 sekundat e fundit prej 0 me 7. E shkrin e përsin maksimale prej 9 pikve të Borës. Mekish nuk realizon, por i posa inkuadruari Dion Hajosaj me kërcim në sulm. 2 pikët e para të ti në kontaktin e par. Luftojnë atje Walker dhe Woods. Woods e përcjell në hap atje, pick and roll i mirë, Walker për Hellemsin. Lëvizje e bukur e Hellemsit, i cili ndalet në mënyrë të paljuar nga Woods i pavëmendshëm, e nevrikos atje dhe trenerin Rakočević me këto pa kujdesi. Personalja e dytë e Derrick Woodsit, i cili ankohet atje në goditje në fytyrë nga Anton Walker. Të dy të fuqishëm, edhe Walker edhe Woods. Ullet për të pushu pa Woods, e kreu punën e tij për mrekullinë në këto 9 minuta e 45 sekonda loj sa i kaloj në parket. 6.4 kërcime, 2 blokada dhe 1 asistim, sidomos ajo blokada pak më herët, edhe afro rezultati në 20 me 21. Vetëm një pike përsi, kërkon treneri Rakočević që të hapet loja. Mala tenton, nuk realizon për 3 pikë. Betët rezultati final 20 me 21, patën 9 pike përsi lojtarët e Vllaznim, Borës, më falni. Mirë po, duke i falenderu kësaj serie të suksesshme, të cilën e nisi Don Poloshka me atë treshën e tij, kur kishin mbetur edhe 2 minuta 33 sekonda loj. Pasti ishte Hellemsa i cili deportoi dhe realizoi 2 herë aresht, herën e dytë në asistim të Poloshkës. Pikën e tij të 6 resht Hellems e realizoi gjithashtu në deportimin individual, kur unal edhe në mënyrë të palejuar nga Woodsi dhe Gramos pyllën kolegun ton, komentatorin, i cili sonte ka ardhur që të përcjell duelin në palestër. Atje pak më herët e pat në kënd Burim Koshin, babajnë ati Koshit dhe Hashim Racin, njerëzit të cilët ishin udhëheqës të klubit të basketbollistik Vllaznimi në vitin 1996, kur drejtori sportiv i Vllaznimit Bim Kumnova ishte lojtar dhe Vllaznimi kishte fituar trofeun e fundit, Kupën e Kosovës 1996, dhe që nga atëherë për 29 vite rresht nuk fituan trofe, madje nuk ishin në asnjë finale. Dhe ja, historia u përsërit Enten Roma, kur kësa radhe një kosh tjetër, ishte ati kosh i biri Burimit, ai i cili e ngriti kupën kësaj radhe të Ligës Unike. 20 me 21, një pike përsi nga 9 sa i pati maksimum Bora. Minutin e 8 duelit, Vllaznimi Hellems me ato 9 pik më efikasi, Gjitobo 6 dhe Poloshka 5, ja për mrekulli tani
Edhe Walker depërton i realizon pikët e tij të para, në anën tjetër te Bora me 9 pikë, më efikasi Musab Mala me ato 3 treshët e realizuara, e katërta në fund nuk hyri. Mekic për Shirkon, lëvizje sa bukur, sa gracios, sa elegant është Shibenkasi, kroati Shirko, i cili depërton realizon për 23 me 22. Pak më heret, pra ato pikët e Walkerit ishin edhe e përsia e parë e vllazimit sonte, por shumë shkurt. Helens për 1-1 me Mekicin. Mbrojtje Walker prej 10 metrave atje tentoj, nuk realizoj, drejt dhe në duart të Besnik Azemit. Për malën 2 Mitrovicasit, të cilët luajnë për Borën, nuk e pranoj atje topin si duhet Adem Mekici. Pasimi mirë i mençur, është pak më i fortë se sa që duhet i Musab Malës, duket e shiti knockdown atje Mekicin e goditi pak edhe në ftyrë. Por duhet me i shtri duart me prit topin. Fauli Shirkos, i cili pranon faulin. Gati për të rikthyer në lojë Arez Mehmeti në vend të Mekicit. Helens bukur i krijon vetes hapësirë, shkëputet dhe e rikthen e përsin. 24 me 23. Tani po shkojnë kokë më kokë, kosh për kosh. Vllazimi e Bora. Pak minuta edhe për të riun Ambri Bedrën, lojtarin me numër 2. Bukur pasim në anën tjetër të Sinani. Edhe Edin Cingu në lojë. Jeroni Mosharin ju jep hapësirë dhe mundësi edhe 2 lojtarëve të ri. Du të ketë rishikim të situatës. Kërkojnë sfidojnë Code Challenge, sfida e trajnerit për të pasë se kush ka luajtur i fundit me këtë rast. Sfida ishte e pasuksesshme, mendimi i referit Vitaku dhe Gjeković mbetet. Ai që ishte pak më herët, 24 me 23. E patë edhe ju vetë vendimin. Lojtari me numër 2 është Ambri Bedra, djaloshi i ri, i cili shkaktoi faul. Atje në thellësi Artur Sinani me Cingun, po munduan, por përvoja e Azemit. Dhe tani presingu dhe mbrojtja të cilën po aplikojnë Bora, i detyroi që të bëjnë gabim të humbin këtë top. Mbrojtje e mirë e Borës. Azemi pick and roll për Malën. Në thellësi Arez Mehmeti, shpejt lëviz topi, Mala depërton për Azemin, i cili luan me këmbë. Edhe një pasim i fort
i Malës, me të vërtet këto topa të jashtëzakonshme të Musabit. Herën e parë Mekiqi, tani edhe Besniku nuk ishin të gatshëm për të pranuar këto topa, duhet të jenë të vëmendshëm, të shtrin duar dhe të presin. Gabim në udhëheqje, Arber Sinani, Arbri dhe Dion Haxhosaj dikur junior së bashku me Don Polloshkën të Sigal Prishtina. E son të katër luajnë për skuadra të ndryshme. Mala përballë ka Bedrën dhe atje Rezart Mehmeti mbi Cingun realizon treshën 28-24. Është kjo treshja e 4 nga 9 tentime. Është atje korridorin për mrekulli. Arber Sinani depërton dhe realizon 26-28. Do të rikthehet Adem Mekiqi në lojë, ose pushoj pak më herët. Azemi për pick and roll. Mala deporton, bukur është në kënd atje Shirkon, i cili në stilin e tij. Sa bukur Mehmeti e vjedha top, shkon në kënd e pranon topin nga Mala, por nuk realizon, ishte i pas suksesshëm kundër sulmi shpejt. Helms e bën atë hapin anash. Dion Haxhosaj ndal në mënyrë të paljuar. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Jericho Helmsin. Zeqiri dhe Mekiqi do të inkuadron në lojë. Shirko largohet. Zeqiri, Haxhosaj largohet nga loja dhe Mala. Zeqiri, 2 Zeqirat pra, Jetmiri dhe Genci në lojë. Aty është nuk kanë lidhje familjare. Gen Zeqiri, djaloshi i ri, është 20 vjeçar, i biri i të ndjerit Riza Gricko Zeqirit, i cili ndroi disa vite më herët jetë tragjikisht pas një infarkti. Sonte në lojë Genci, pak minuta edhe për të. Reagon edhe Rakočevići dhe bëri mirë që reagoi të dy trajnerët, pra japin hapësinë dhe rastin lojtarëve të rinj që të ndjejnë pak atmosferën e Superligës. Bora është duke pritur play-outin, natyrisht e vjedh këtë top Mekiqi. Jetmir Zeqiri depërton, realizon në këtë top të vjedhur në asistim të Mekiqit për 28-32. Polloshka. Sa bukur rollingi i tij, nuk realizon, Gjitobo lufton dhe i fundit me top luan Genci Zeqiri. Do të jenë 14 sekonda për vllaznimin. Gjitobo për të pranuar topin, ja dorëzon topin atje, nuk ja dorëzon fakt. Polloshka tentoi, por ja bukur atje asistimi i Gen Zeqirit në thellësi për Azemin. 28-34, kthehet +6. Tani atje Bedra për 3 pik, nuk realizoi. Pas atij rezultati prej 26 me 25 e kemi një seri prej 9-2, edhe një gabim atje. Shumë gabime, shumë topa të humbur, do të kthehet loja ti Koshi. Dhe Ambri Bedra largohet në lojë, kthehet kapiteni Ati Koshi, pak minuta për Cingun dhe Bedrën. Mekiq blokuot atje nga Gjitobo. Polloshka organizon sulmin, në anën poshtë janë Walker dhe Koshi. Pick and roll Gjitobo kërkon me ngulm atje deportimin dhe e ngarkon atë anën e djathtë Polloshka.
Ky fauli i treti skuadrës Borës, i pari për Besnik Azemin. Timeout ka kërkuar kësaj radhe trajneri Ara Koçević. 4 minuta e 9 sekonda lojë deri në fund të pjesës së parë. 6 pike përsi për Borën, e cila pati maksimumin prej 9 pikëve. Ka shpes asaja përsi për 26 me 25. Kemi një seri prej 9-2 të skuadrës Borës përmes treshës Rezat Mehmetit, pastaj atij deportimit të Mekiçit dhe Jetmir Zeqirit në asistim të Mekiçit. Krejt në fund pra Besnik Azemi i realizoi ato 2 pikët e tij nën kosh në asistim të këtij djaloshi me flok Kaçurela. Gen Zeqirit, Helms ullet për të pushuar, ka merituar 13 pikë të tij. Në anën tjetër me 9 pikë të realizuara, Musab Mala mbetet koshashënuesi më i mirë. Gjitobo e kthen për Polloshkën, i cili e sheh Walkerin. Zeqiri, Jetmiri është atje pranë tij. Walker deporton dhe në sekondën e fundit të sulmit gjuan, por është i pasakt. 3:45 deri në fund. Woods do të kthehet në lojë. Zeqiri, Mehmeti dhe Mekiçi. Zeqiri lufton, po, ishte faul. Ja, nuk ka nevojë Argur Sinani të reagojë, sepse e tërhoqi atje në stil të mundësit atje me dorë. E shihni. Është faul ndaj Jetmirit. Fauli i dytë i vllaznemit në këtë çerek, ullet pak për të pushu. Argur Sinani ullet për të pushu, edhe Besnik Azemi e kreu detyrën e tij. Woods pushoi dhe u kthye në lojë. 3:36 deri në fund pjesës së parë. Plus 6 për Mysafirët. Mbrojtje e mirë e Polloshkës. Luani fundit me top atje Genci. Helms e udhëheq sulmin, e organizon sulmin. Sa bukur atje depërton, por edhe hapat i shkakton. Me 34, Helms është kthyer në lojë. Është ky topi 4 i humbur i tij, nga 11 sa i ka skuadra e vllaznemit. Shumë topa të humbura tek të dyja skuadrat, 11 topa të humbur të dyja skuadrat i kanë nga 11, edhe Bora dhe vllaznemit. Topi i vjedhur i Don Polloshkës për mrekulli, atje Doni shkon deri në fund. E ndalet në mënyrë të palijuar nga Rezat Mehmeti, kërkon atje kontaktin. Timeout ka kërkuar Koçeviçi. Do të jetë timeout për skuadrën e Borës. Edhe një herë shikoni atje. E kërkon kontaktin. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Plotësohet edhe bonusi. Faulli i treti Rezat Mehmetit. 28 me 34. Rezultati. Saktësisht 2 minuta e 20 sekonda. Asnjëra prej skuadrave nuk ka shënuar pikë. Është në ato pikët e fundit të cilat i realizoi Besnik Azemi nën kosh në asistimin e Gen Zeqirit. Për 2 minuta e 20 sekonda. Nga njëra anë vllazemi i huqi 3 tentime nga loja dhe humbi një top, e në anën tjetër 2 herë tentoi dhe nuk realizoi skuadra
e Borës, e cila humbi edhe 2 topa, pra i ka edhe 2 topa të humbur, të pasimin e gabueshëm të Rezart Mehmetit dhe udhëheqjen e gabueshme të Mekiqit. 2 gjuajtje të lira për Don Polloshkën, deri tash 5 pikë, është i sakt Doni. Ka një efikasitet prej 70% nga vija gjuajtjeve të lira si vjet në Super League. Afron rezultatin, pra pas 2 minuta 20 sekondave lojt mos realizimin nga dyja skuadrat, apo 4 minutave që nuk ka shënuar pikë vllaznimi. Këto 2 pikët e para, me të cilat afron rezultatin në 4 pikë Don Polloshka, 7 pikë të tij. Bukur atje Zeqiri, i cili ndalet në mënyrë të paljuar nga Helms, nëse nuk gaboj. Po, Jerry Cole Helms ndali në mënyrë të paljuar Jetmirin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. 6 pikë deri tash i ka Jetmiri, 3-2 është nga vija gjuajtjeve të lira sonte. Nuk shënon. Në tentimin e tij të parë mbetet 4 pikë përsi për Borën. Herën e dytë është i sakt për 30 me 35 pika e 7 e Zeqirit. Poshtë për Polloshkën, Mala është kthyer në lojë. Helms, një goditje atje Pahiri në mjekër të Mekiqit. Polloshka, sa bukur është koshin, i cili deporton për mrekulli, nuk realizon, por Gjitobo tenton ta përmirëson, asaj nuk shënon. 2 huqe nga afërsia nga koshi e Gjitobo. Mala deporton në brendi, mbyllët mirë nga Gjitobo, kërkon atje, më ka që nuk hiri kja, me të vërtet aksioni bukur i Malës. Topi hyri e doli ishte i pafat, Musab Mala pati 3 treshe deri tash, edhe Polloshka e huq, më i larti në kërcim ishte Mala. Mekiq kundër sulmi shpejt, Shirko gabon në pasim, Mala e she Woodsin, Walker me Woodsin, sa bukur atje i shmangut blokadës Gjitobos dhe Helmsit me një gjysmë haroganash Zeqiri për të rikthyer 7 pikë përsi. Ju rikujtoja përsia më e thellë ishte ajo prej 9 pikëve, 19 me 10. Helms deporton për mrekulli, realizon për 32 me 37, është kjo pika e 15 e lojtarit kryesor të vllazimit Jerry Cole Helmsit. Mekiq e she Malën, i cili edhe njëherë tenton, edhe njëherë bombardon për 32 me 40 treshja e 4 e Musab Malës. Nga 5 tentime, 4 treshe të Musabit. 9 piki ka Jetmiri, 12 Musabit, tentim dhe atje në treshe përgjigjet me treshe Anton Walker. 35 me 40, heroi i finalës Ligës Unike me atë treshen e tij në vazhdime. 83 me 83 në atë duel Anton Walker. Mekiq e she atje korridorin, deporton, u vonua për ta mbyll korridorin Jerry Cole Helms. Shkakton faul, është kjo personalja e dytë e Helmsit, lojtarit kryesor të vllazimit, i cili ka realizuar 15 nga 35 pikët e vllazimit. Timeout ka kërkuar Rakočevići, trajneri i Borës. Rus basketbollit e thash po e përmendi edhe njëherë pas kësaj ndeshje, xhiroja 26 e Pro Credit Super Ligës do të mbyllet me klasikën midis PSA dhe Sigal Prishtinës në Karagaç me fillim nga ora 20. Ka mbetur diku në 18 minuta deri në fillim të atij dueli.
Këtu I kemi edhe diku rreth 20 presje, jo diku rreth, por saktësisht 20 presje 4 sekonda deri në fund të pjesës së parë të duelit ku vllaznimi pra synon fitoren në mënyrë që të barazoj në fitore humbja sa I ka edhe Golden Eagle Ylli, fenomenal me të vërtet, po na mrekullon Golden Eagle Ylli, I cili me skuadër të përgjysmuar, pra mbrëm përveç të lënduarve Imran Polutaku, Ximorinës I cili ka humbur këtë edicion dhe Hasan Frençit I cili po ashtu e përtriu lëndimin e tij, munguan për shkak lëndimeve dhe Nezbiti dhe Armstedi, Nezbiti arma kryesore e Yllit, por për Alesh Pipanin edhe djelmoshat e tij të cilët luftuan kjo nuk pati dert fare sepse e mposhtën edhe Bashkimin, liderin e Superligës dhe kështu 4 ndeshje rresht I rrëzuan të gjitha 4 skuadrat e 4 SSM-dhe historike pas Trepçes, Prishtinës, EPS dhe liderin Bashkimin dhe u ngritën në pozitën e 4 me 50% të suksesit, 13 fitore, 13 humbje. Shirko për mrekulli në thellësi, e çmonton koshin Derek Woodsi. Sekondat e fundit, Poloshka shkon deri në fund me floater, Gjuan nuk realizon dhe pjesa e parë me rezultatin 35 me 42 përfundon. Një pjesë e parë në të cilën në një moment, në minutin e 8 të duelit, Bora pati e përsi prej 9 pikëve, 19 me 10, më pas në 2 minutat e fundit vllazimi arriti të bën një seri prej 10 me 2 dhe të afrohet në 20 me 21, por duke I falenderuar serisë prej 9 me 2, Bora u rikthye përsëri në avantazh dhe në e përsi prej 8 pikëve, 40 me 32 pas asaj treshe të 4 të Musab Malës, para se Anton Walker të realizon të treshen dhe të afron të rezultatin në 35 me 40, me gjithate në fund pra ishte Derek Woods në asistim të Henrik Shirkos, I cili skuadra I dërgoj në pushim me 7 pike përsi, sa I përket statistika e shumë shpejt, një dominim I lehtë në kërcime I Borës, 15 me 13 në asistime, dukshëm më të mirë, shumë më mirë po bashkëpunon njëri me tjetrin, gati 2 fish më shumë asistime të Borës, 13 me 7. Nëse shikojmë, pra aty ku po dominon skuadra e Borës, janë treshet, pra 5 treshet Borës, 4 prej tyre I ka realizuar I shkëlqyeshëm sonte Musab Mala, vetëm 2 të vllaznimit nga 10 tentime, gjithashtu ajo që e karakterizoi lojën e Borës ishin shënimet në brendi të trapezit, 26 me 20 dhe këtu edhe qëndron arsyeja e përsis prej 7 pikëve pas 20 minutave të para, vllaznimi 35, Bora 42, shkojmë në pushim, një pauze shkurtër para se të kthehemi përsëri në Shanin Ushi.